Dhe ne si odë ekonomike e Kosovës e vlerësojmë rolin e gruas në zhvillimin ekonomik të vendit. E kemi kuptuar që pa i dhënë hapësirë dhe pa ndihmu gratë në biznes, në prodhim, në shërbime, në tregti, nuk do të mund të kemi zhvillim të plotë. Zhvillim të plotë dhe rritje do të kemi vetëm kur të ndihmojmë gratë që të avancojnë në zhvillimin ekonomik të vendit duke rrit bizneset e tyre. Si ministre tash në detyrë e qeverisë së Republikës së Kosovës, gjatë gjithë kohës të angazhimit tim në këtë post e gjithashtu edhe më herët në qeverinë e Republikës, gratë ndërmarrëse kanë një rol të veçantë në politikbërjen tonë. Prej se kemi lancu skemat e granteve, gjithmonë është përparësi e dhënë edhe në vlerësim për gratë ndërmarrëse. Tashmë në kuadër të Ministrisë Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, në kuadër të Agjencisë së Re për Ndërmarrësi dhe Inovacion, do të jetë edhe divizioni i veçantë për gratë ndërmarrëse. Divizion që synon ndërlidhjen e politikbërjes me ekzekutimin dhe asistencën teknike të drejt për drejt për gratë ndërmarrëse në Republikën e Kosovës, si dhe për promovimin e shpirtit të ndërmarrësisë edhe tek vajzat e reja që duan të jenë pjesë e ndërmarrësisë.